Faleminderit zoti kryetar. Për një vend mineral mbajtës si Shqipëria, statusi minator nuk do kishte fare nevojë për diskutime. Për një vend si ky INI, të ardhurat nga minierat do t'i shkonin komuniteteve lokale, jo në masën 5% si sot, por në masën 30%. Do ishte zhvilluar industria përpunuese mineraleve, do ishte hapur një fond sovran për mirëmenaxhimin e të ardhurave nga nëntoka shqiptare edhe për brezat që do të vinë. Do ishin ngritur ose të paktën nuk do ishin mbyllur institutet studimore për rritjen e kapaciteteve njerëzore e profesionale, por mbi të gjitha do ishte siguruar jeta dhe mirëqenia e atyre shqiptarëve që marrin përsipër rrezikun të hyjnë në minier. Statusi minator në një vend normal do ishte një drejtë themelore dhe pa negociueshme për çdo që ndërmerr punën më të vështirë në shoqëri. Po ja ku jemi, në pikën ku 35 vjet pas ndryshimit të regjimit diskutojmë edhe debatojmë a duhet apo s'duhet të ketë status të veçantë minatori. A u mjafton apo jo lëmosha që u hedhi minatorëve, naftarëve dhe metalurgëve që kanë patur fatin të mbijetojnë për të dalë në pension. Ja ku jemi me këtë Shqipëri që kemi, sepse këtë pushtet kemi, këtë parlament kemi, këta deputet kemi. Kur jemi në opozit, flasim për status, kur vim në pushtet, flasim për komplikacione. 3 vjet më parë me konsensus i rritët rrogët tuaja. Ju që përgatiteni të ngrini kartonat e kuq sot, për t'ja pamundsuar minatorëve kujdesin shëndetësor, kompensimin në rast aksidentesh, mundësinë e shkollimit të fëmijëve të tyre. Ju pra që ngritët para 3 vjetësh kartonat jeshil, për rrogat tuaja, për gjithë ju kam veç një pyetje. A mendoni se puna juaj është më e vështirë se puna e minatori? A mendoni se puna juaj i vlen më shumë shoqërisë shqiptare se puna e një minatori? A mendoni se i meritoni ato mijëra euro, dieta që merrni çdo muaj për qira, për naftë, për komisione, për udhëtime në përbot, për lodhjen e madhe që keni? Kush punon e kush paraziton në këtë shoqëri? A ju ka rënë ndonjëherë rruga për në Bulqiz? A jeni zgjuar ndonjëherë në orën 5 mëngjeseve të acarda për t'ju ngjitur malit më këmbë deri në hyrjen e galerisë e për t'ju futur malit më tej 1 kilometër në thellësi, duke uruar shokut që keni në krah dalshim gjallë që këndej. Dje ishte 78 vjetori i hapjes së minierës së kromit në Bulqiz. Ka 78 vjet që ai marr nxjerr krom e ha njerëz. A jeni ulur ndonjëherë të flisni me një familje që ka humbur njerëz në galeri, me një grua që ka humbur bashortin e që punon pastruese, me fëmijë që detyrohen ende të rëmojnë pirgjet e mineralit të hedhur, me shpresën se mes gurrës do gjejnë 1% krom. Ai krom që për banorët është një mineral i mallkuar sepse mban me shpresën e tij fitimin e jetesës. Asgjë më shumë se sa fitimin e jetesës. Por ai mineral është i njëjti që brenda galerive mua më merr jetën. Mali i hesht, edhe pse për ditë, mbi lëkurën e tij, në lojë varrimtare, kërkoj me gjetë një kafshat më të mirë, por më rren shaka, shpresa gënjeshtare, shkruante para 100 vjetësh Millosh Gjergj Nikolla. Sa mirë do ishte, sigur të bëni një vizitë në minier. Kështu të veshur me kostumet, pispillosur që qeni me bashkë me bijuteritë tuaja, me ato këpucët italiane që keni mbathur, të hyni në galeri, të shkelin për një herë të vetme, baldën e zezë të kromit dhe baldën e kuqe të bakrit. Sa mirë do ishte sikur me duar tuaja të buta e të hidratuara, të shtrëngojnë një herë të vetme dorën burrërore të një minatori. Aty do ta kuptoni se çfarë është dinjiteti, se si fitohet ai për ditë në shoqëri. Ai dinjiteti i cili shkelet sapo hyret në minier. Sepse kushdo nga minatorët që ngrezerin, që guxon larg qoftë, të organizohet sindikalisht, ai dënohet, ai pushohet nga puna. Dhe kur minatorin e lën fuqit, kur mushkrit janë mbushur me plurë dhe me helm, atëherë nuk fiton trajtim mjekësor të veçantë, por hidhet në rrugë me një pension qeshara, që ju me ligjin 29/2019 ja keni vënë emrin pension suplementar. Po ai pension nuk i del as minatorit, as naftarit, që paguan 3% kontribute dhe merr 0.6% për vit pune, dhe as metalurgut për të ushqyer, e lëm pastaj për të trajtuar sëmundjet profesionale. Miniera, siç të thyen shpinën, të thyen edhe jetën. Sipas statistikave zyrtare, në 3 mandatet e shkuara që ka qeverisur Edi Rama, numri i minatorëve të vdekur në vendin e punës është mbi 60.
Me këto ritme, në fund të këtij mandati, që pa dyshim s'keni për ta mbyllur, do kem vdekur plot 20 minator të tjerë. Sa politikan kanë vdekur në këto 3 mandate? Keni pyetur ndonjëherë veten? Sa politikan nga ata që sado ta kenë vjedhur e batërdisur këtë vend, ju prap organizoni ceremoni shtetërore, i përcjellni me nderime, u vendosni emrat e tyre shkollave e rrugëve. Kush janë heronjtë e vërtetë të këtij vendi e kush parazitojnë në këtë shoqëri? Statusi i minatorit nuk është lëmosh. Është një e drejtë themelore në shtetin e së drejtës. Jo në shtetin ku ajdudhët kanë imunitetin të vjedhin, ndërsa minatorët nuk kanë status që t'i mbrojnë nëse aksidentohen, apo të mbrojnë familjet e tyre kur vdesin në vendin e punës. Meqense e keni hallin e impaktit të buxhetit shtetit, ju siguroj unë se statusi i minatorit do t'i kushtoj buxhetit shtetit më pak se 1 kilometër rrugë koncesion që përfiton oligarku i radhës, shumë më pak se sa tecet që nuk janë vënë kurrë në punë, më pak se një seksion tuneli i pakolauduar, shumë më pak se sa një incenerator i pandërtuar. Po llogarinë se sa do t'i kushtojnë buxhetit shtetit pensionet që do merrni ju, të nderuar kolegë, e keni bërë ndonjëherë? Sepse ju garantoj se është më shumë se sa statusi i minatorit. Ju garantoj se shumë nga kolegët e nderuar që kanë 20 vjet që ushqehen me rrogën e deputetit, do marrin nga 4.000 euro kur të vijë mosha e begat e pensionit. Sa mirë do ishte, sigur secili prej deputetëve, që nga kryetari e deri deputeti më i ri në këtë kuvend, para se të niste të fliste për këtë projekt ligj, të hapte fjalimin duke deklaruar pensionin e vet personal dhe pastaj le të vazhdonte fjalën se si 180.000 lekë të vjetra në muaj i mjaftojnë minatorëve që janë sot në pension dhe atyre që do të dalin nesër. Miratojeni statusin e minatorit sepse edhe padrejtësia e ka një kufi. Edhe interesi personal dhe shpërfillja ndaj të tjerëve e ka një kufi. Edhe bindja ndaj kryetarit të partisë e ka një kufi. Nëse keni ndarë mendjen, mos ja hiqni imunitetin Belinda Ballukut. Mbajeni aty ku e keni, vetëm miratoni statusin e minatorit. Miratojeni statusin e minatorit sepse çdo socialisht i ndershëm sot do votonte statusin e minatorit. Miratojeni ose dridhuni nga grushti i fuqishëm, nga grushti i paligjshëm i recitalit të Malsorit që do t'i bijë mund zemër malit që zbëzan. Faleminderit.